Edhe me të fundit, unë po ju them, unë kam qenë Holland 3 herë, dhe një kompleks të tillë si ai fshatse nuk kam parë. Do të thënë se janë zhvillimet e fundit. Nuk e di, po ju besoj juve 100%. Jo, sepse janë zhvillimet e fundit dhe shqiptari e ka zakon do atë më të fundit. I hyn detit në këmbë dhe kërkon atë që është më e fundit. Tashti, si bëhet kjo? Këto qeverit tona duke fillu nga Sali Berisha, atë të famshmen €1. Që shesin, edhe sot kanë dalë nga jam unë djeni, €1 për resortet turistike. Po, investitorë strategjike tjera, për të ndërtuar resorte, sepse kemi nevojë për shtretar, nuk ka vende për të fletur. €1 për paketën e maleve. Po. Tashti, unë them, qeveria duhet të marrë këtë iniciativë, të thrasi t'i bëj apel investitorit privat. Dhe t'i thot, unë ju përjashtoj, si që përjashtoj 6 vjetë ato resortet turistike moderne, nga taksat ju përjashtoj dhe juve. Jo 6, po 10 vjetë. Një. E dyta, kafshët që do me cilni nga importi, taksën e importit, nuk do të paguhen. E treta, taksën për makinerit e kompleksit dhe makinerit bujqësore përjashtohen për si vjetësh. Përjashtohet gjithashtu taksa e importit të ushqimeve. Tjetër, të fondet e BE-s të cilat, si e thonë Shtypi, edhe si të ndodhi në realitet që u bodhen, edhe ajo Bashkia Europiane i ndërpreu atë financimin e sektorit bujqësisë, njëkohësisht ja, edhe një gjë për këtë u vodhen. Unë nuk e jam e qartë se akoma nuk ka janë ndërprer, ka kontrol, po kam përshtypjen që aty ka ndodhur diçka që ka të bëj me mënyrën se si shteti e ka parë zhvillimin. Shteti ka dashur të jeti parat në ndërtim. Dhe aty ka qenë fokusi. Në vend të themi u vodhen, mbase kanë shkuar aty ku shteti donte t'i çonte. Se nuk besoj se i vodhi një person, që ke çuditshme do që. Kjo nuk është konstatimi im. Kjo është, do të thënë, ajo që fa shkohen Shtypi, jo e them unë. Po e njëjta gjë, këto ditë për të lloj për shpërdorimin e këtyre fondeve në kabineti qeveritar të Greqisë u hoqën 7 ministra e zëvendës ministra. Po aty çfarë ndodhi? Se nuk e kuptova. E kuptova që hoqën njerëzit për shpërdorim, po nuk kuptova çfarë bën. Devijuan fondet, edhe ata. Se dhe këtu kjo ndodhi, devijim fondesh tek ndërtues. Pikrisht, kaq, sa dini ju, di dhe unë. Devijimi fondeve. Devijimi fondeve. Kjo gjë ndodh edhe në Shqipëri. Esakt. Por BE-ja ka interesat e veta, dhe BE-ja diçka di që do të financoj bujqësinë. Kështu që ne duhet bëjmë atë që ajo thot, dhe jo t'i çojmë parat ku i quam. Gjithsesi, çfarë mund të bëjmë ne me parat e BE-s kur të vendosin të na japin prap, thoni ju? Shiko, Rëndina, duhet të themi një gjë. Është përhapur shumë shpreha fermer. Edhe fermer quhet të gjithë bujqit. Kush ka një rrin fshat quhet fermer. Në të vërtetë, fermer quhet ai që prodhon jo vetëm për vete, po prodhon dhe për tregun. Kurse ai tjetri është bujk, ai prodhon sa për vete. Ka një lop, ka një parcel që mbjell perime, edhe ai nuk jep. Tashi, a mund të furnizohet tregu
me këto mira ekonomi të vogla, dhe jo, dihet që këtë probleme ka kaluar gjithë bota. Hollanda, Gjermania, Danimarka, më falni. Ja, s'ka që regulua. Po, sot maksimumi deri në 5% e popullsisë merren me bujqësi. E kuptoni? Shumë pak. Po, se shumë pak. Pse? Sepse parcela të tëra me 10 me 100 hektar janë në dispozicion të këtyre fermerëve të cilët i kanë mekanizuar. Për shembull, unë po ju them, nëse një fermer ka 100 hektar tokë nga mekanizimet që janë sot, jo vetëm plugimi, mbjellja, etj., por të gjitha këto duan kaq pak fuqi punëtore, sa unë po ju them, kam vizituar një kompleks me 450.000 rritje zojq në Holland, dhe atje kishte vetëm 4 punëtorë. Gjithçka e automatizuar. Tashti, një kompleks nga këto që po themi do të ngrihen, me 100 hektar, mafton të ketë, do të thënë, për vetëm për prodhimin e forazhit, po edhe të koncentratës, si që është për shembull misri, tërshera, soja, bata, e të tjera prodhime foragjere, të gjitha këto janë të mekanizuara. Ja pra, se kjo është e mira që këtu nuk do ndërtohet thjesht kompleksi për blegtori, po pastaj edhe komplekse për ushqimin e blegtorisë. Do me thënë, do të rritet mundësia të prodhosh. Kur themi kompleks, se po ashtu do i thoshim monpleks, kurse këtu është kompleks, do të thënë të bashkohet prodhimi blegtoral me prodhimin e vetë, do të thënë vetë furnizim. Zotë Jorgaçi, ty pyes për diçka. Unë nuk e shikoj që, ky është shqetësimi jashtëzakonshëm që duhet ta kenë njerëzit e bujqësisë. Po për shembull, këta që janë komplekse, nuk kërkojnë, nuk kam dëgjuar që të qohen dhe të thonë duam ulje takse, duam këtë. Por ama bëjnë namin kur bëhet fjalë për shembull për qumshin plur që vjen nga eksporti. Aty s'të falin ata. Që kjo tregon që ata vetë nuk interesohen për krimin e fermave, po e duan të gatshëm produktin. Apo jo? Jo, nuk është. Po pikërisht, pse ndodhin këto? Këto janë mendime. Dhe jo të gjithë mendojnë në këtë mënyrë. Po sepse nuk ka njeri që t'i udhëheqë këto mendime, sepse Ministria e Bujqësisë rri e vështron. Nuk futet në këto gjëra. Çfarë bëhet? Vinë fondet për shembull ose i qep qeveria ose Bashkimi Evropian dhe ai kërkon t'i ndajë këto në 20.000, në 30.000, në 50.000 fermerë. E imagjinoni që te fshatari, te fermeri, ai zogu, si me thonë, ose pula, ka të ndiset një thellë. Sepse futen kaq shumë mekanizma në atë, kaq shumë burokracira. Dhe në qofse këto, do të thënë, prodhimi kryesor do jenë këto fermerë, atëherë këtu puna ndryshon. Kjo është ajo që unë mendoj. Pra, duhet të bëhemi dhe në bujqësi krimin e, le ta quajmë me emrin e vet, kooperativa, të rikthejmë kooperativën, kompleksin, gjën e madhe, supermarketin, të kthejmë bashkësinë për prodhimit.